Ukrainasit thyen fortifikimet ruse hynë në rajonin e Belgorodit. Mbi 10 miliard rubla, 105 milion euro janë shpenzuar këtë në rajonin e Belgorodit, një shumë e konsiderueshme që është investuar në ndërtimin e fortifikimeve dhe barrierave të cilat ishin shpallur të modernizuar dhe të besueshme. Qeveria ruse e mbështetur nga një shtresë e gjerë burokratike dhe ushtarake kishte në vlerësuar mundësinë e një sulmi të mundshëm dhe kishte shpërndar fonde për forcimin e kufive dhe mbrojtjen e territorit. Megjithatë, disa tanke të forcave të armatosura ukrainase kaluan pas një vërtetësi të dukshme kufirin, duke demonstruar me shumë një imazh të një sistemi mbrojtës të dështuar se sa një mbrojtje të fuqishme. Ky incident tregon për një ndek të madh mes asaj që është premtuar dhe realitetit papritur që u shfaq në fushën e betejës. Ndërkohë, ajo që duhet të ishte një mbrojtje padiskutueshme përfundoi në një shpenzim të paarsyeshëm dhe të dështuar. E po shpenzuar është një fjalë e tepërt, pasi shumë nga ato miliarda ishin alokuar për ndërtimin e fortifikimeve thjesht u varrosën në tokë, duke humbur çdo efektivitet dhe arritje të synuar.